Dhe jemi rikthyer sërish për të vazhduar dhe për të pas një linje direkte nga qyteti Kumanovës, direkt me kolegun ton Fatlu Maqifi, i cili do zhvilloj një bisedë me zëvendës drejtoreshën e shkollës së mesme Peronakov, zonjën Lutfie Veseli, e cila do na flet për regjistrimet e vitit 2026 të paraleles shqipe në shkollën Peronakov. Tani, besoj që tani më do e kemi në linje, po. Fatlu, përshëndetje dhe mirëmëngjesi për ty dhe për gjithë Kumanovan. Përshëndetje të nderuar teleshikues, përshëndetje të nderuar kolegë ju në studio, përshëndetje për të gjithë ata që kanë zgjedhur programin tonë në këtë çaste për ta ndjekur. Ju përshëndesim nga qyteti i Kumanovës, ku edhe këtë ditë ritakohemi sërish. Neve sot jemi në ambientet e shkollës mesme komunale Peronakov, paralelet në gjuhën shqipe, ku do të kemi rastin të zhvillojmë një bisedë me profesoreshën, me zëvendës drejtoreshën Lutfie Veseli, e cila do të na njoftojë rreth interesimit të nxënësve dhe rreth procesit të regjistrimit në këtë shkollë dhe si po vjen procesi. Drejtoreshë, mirë se erdhët në emisionin tonë dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë mysafirje ynë dhe e shikuesve tanë. Faleminderit edhe për prezencën e televizionit juaj në shkollën tonë Peronakov. Drejtoreshë, fillimisht mund na njoftoni rreth kushteve, rreth procesit mësimor se si zhvillohet këtu në shkollën tuaj. Shkolla mesme komunale Peronakov, do të thotë ka 25 paralel po flas për paralelet në gjuhën shqipe, ku procesi edukativo arsimor do të zhvillohet në këtë ambient. Ne kemi paralelet duale, ku këtë vit Ministria e Arsimit na ka miratuar 7 paralele me profile të ndryshme. Procesi edukativo arsimor në këtë shkollë, mendoj, jemi munduar që nxënësit të kenë të gjitha kushtet adekuate, ku kanë çdo profil, ka kabinetet profesionale, gjithashtu edhe klasat janë të pajisura me smart tabela dhe tabelat klasike që kanë qenë përpara. Mund na njoftoni me drejtimet të cilat ju ofroni si institucion arsimor që jeni? Po, drejtimet e ekonomisë kemi 3 profile: teknik i ekonomisë, e-tregti dhe marketing digital dhe administrator biznesi. Një paralele kemi teknik i juridikut dhe 3 paralele tjera janë teknik i përpunimit veshjes, teknik i dizajnimit veshjes dhe teknik i përpunimit të mbathjes. Përveç këtyre drejtimeve apo profileve, a do të ketë ndonjë risi apo vazhdojnë edhe këto drejtime në të ardhmen, apo ka diçka risi gjatë vitit të ardhshëm? Viteve të kaluara kemi pasur edhe një profil tjetër, referent për shërbime shitse, do të thotë ka qenë 3 vjeçare. Interesimi i nxënësve ka qenë, po këtë vit Ministria e Arsimit nuk na miratoi kërkesën, megjithëse kemi çuar kërkesë për këtë profil. Tash këtë vit, në vitin shkollor 2026-27, i kemi këto 7 profile. Këto profile kanë tjenë, por vetëm profili e-tregti dhe marketing digital do të thotë është viti 5, si profil më i ri që udhëhiqet shkollën tonë. Të kthehemi tek numri i nxënësve. Sa është numri i nxënësve aktualisht që vijnë procesi mësimor në këtë shkollë? Duke përjashtuar këto të në të ardhmen që vi. Po, do të thonë këtë vit shkollor 2025-26 shkolla jon ka pas 300 nxënës. Mirë, po këtë vit tash prej afatit parë të regjistrimit kemi pa një interesim pak më të madh të nxënësve në vitin e parë, vitin shkollor 2026-27. Kur jemi këtu të regjistrimit tani, sa është interesimi i nxënësve? Ju ditë më parë keni realizuar edhe ditët e hapura të shkollës suaj. Si ishte interesimi nga ana e semi-maturantëve të rajonit të Kumanovës dhe Likovës? Ne para se të fillojmë ditën e hapur kemi pasur ekipe të profesorëve të cilët kanë shkuar në çdo shkollë fillore, kanë promovuar shkollën me video, do të thotë të shohin nxënësit kushtet në shkollë. Gjithashtu edhe kemi pas ditën e hapur për gjithë nxënësit e shkollës fillore të komunës Kumanovës dhe të Likovës. Këtë vit është në për afatin e parë, po flas regjistrimit, numri është më i madh se duke krahasuar me vitet e kaluara. Numri është më i madh, tash të shohim në afatin e dytë dhe të tretë kemi. Afati i dytë fillon nga nesër aplikimi online, pastaj është me dokumente nxënësit i binë me datën e 24 deri ora 15 kemi, mas andej
Ne shpallim rezultatet, me datën 25 shpallim rezultatet e afatit të dytë, tërsa afati tretë është në gusht. Thatë se interesimi veç shkon e çdo vit duke u rritur, por sipas jush, çka e shtyr në semimaturantin që të vinë në shkollën tuaj e mos të shkojnë në shkolla tjera? Sipas mendimit tuaj, cili është opinioni juaj? Ne si ekip i shkollës, unë si udhëheqëse e shkollës kemi bërë të mundur çdo herë, do thotë jo ta promovojnë shkollën, po t'japim gjitha kushtet që i ka shkolla, t'japim, këto kanë përparësi se paralele të gjitha që i përmenda më parë, janë paralele duale, ku nxënësit e shkëlqyeshëm ose munden me sukses shumë mirë, varet çfarë standardi vendos Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ato marrin edhe bursa me vlerë prej 3.600 denarve. Plus asaj, do thotë të gjithë këto profile që janë profesionale, nxënësit nga viti i dytë fillojnë kanë mësimin praktik, ku 4 ditë kanë mësim, ndërsa ditën e 5 të javës, po mendoj, shkojnë te punëdhënësi. E tash brenda kësaj periudhe derisa kom udhëheq me institucionin, ju munduar që çdo herë të lidhi memorandume më tepër me institucionet publike, po ka edhe te këto ndërmarrjet private, ku nxënësit shkojnë mbajnë praktikën. Do të kisha ndërprej këtë detyrisht se më ranë vesh bursat. Me siguri jo vetëm bursat, por në mendoj se ju përcjellur gjatë gjithë kohës sa jeni drejtoreshë, keni punuar edhe në investimin e shkollës, në renovimin e shkollës, kabineteve, kështu me radhë. Ndoshta edhe këto e kanë bërë që të jetë interesimi i nxënësve që të regjistrohen tek ju. Po, do të thotë në drejtimet përkatëse, secili nxënës ku e ka drejtimin, nuk i mungon kabinetet profesionale, në kabinetet profesionale të çdo drejtim të ekonomisë, të juridikut dhe këto tekstilit, dizajnit dhe mbathjes, këto kanë makinat qepjes për këpucë dhe për veshje, dizajn dhe tekstil, gjithashtu dhe këto të lëkurës, ndërsa profilet e ekonomisë dhe juridikut kanë kabinetet pajisura me kompjuter. Kështu që unë çdo herë jam munduar që nxënësit të shohin të gjitha ato njohurit në teori që i marrin, të shohin drejt për drejt në praktik të zbatojnë. Por edhe kjo te punëdhënësi, mësimi praktik te punëdhënësi, është një arsye shumë e fortë ku nxënësi drejt për drejt e shef edhe veten në të ardhmë ndoshta në atë institucion. Vlen të përmendet sepse ka qenë angazhimi im që të shkojnë për institucionet e shtetit, kemi memorandume për shembull me postën e Kumanovës, kemi memorandume të lidhura me ndërmarrjen publike tregu, te ndërmarrja publike drejtoria e librave am, gjithashtu kemi edhe memorandume në për firmat private, po, sigur avokat, noter, po, tash secili drejtim që është përkatës, të shkon në ndërmarrjen aty ku mund të shohë veten, po, për të kryer praktike në të ardhmen. Sigurisht se pas të mbaroj shkollën, ai më vetëm i ka dyert e hapura dhe ka një uri të bollshme për të vazhduar punën në atë institucion. Unë bëj shpesh takime dhe me drejtorat ku i kemi të lidhura memorandumet, nxënësit janë të kënaqur, po dhe institucioni është i kënaqur, vetëm këtu te qendra për punë sociale, do thotë janë të sistemuar dikun tjetër, me qenë se është institucion shumë i ndihshëm, janë të sistemuara në përvende tjera të punës, po edhe nxënësit, gjithashtu edhe prindërit, kur ka mbledhje me këshillin e prindërve, janë të kënaqur te institucionet ku punojnë. Bashkëpunimi me këto institucione, pa dyshim se nuk mungoj ka sipas juve, po me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencave, me Komunën e Kumanovës, po edhe të Telikovës me që jemi një rajon, si është bashkëpunimi? Bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës do thotë është në rregull, kushte që neve na nevojiten, kërkesa që i kemi, po gjithashtu edhe Komuna e Kumanovës më ka ndihmuar shumë për inventarin e shkollës, për rekonstruimin e shkollës, që nxënësit ka qenë për mua shumë e rëndësishme që një nxënës të ndije veten mirë edhe në të ardhmen ta kuptoje që është institucion i shenjtë ku e përcakton ardhmërinë e atij nxënësi. Kjo ka qenë një mesazh indirekt i imi deri te nxënësi, gjithashtu ajo edhe ndikon, meqense është inventari i ri dhe të gjitha kushtet, ndikon në të nxënësi që të vjep vullnet të mësoj, gjithashtu edhe është një mesazh që do thotë
inventari i ri duhet mbetet i ri, sepse është për ta të shfrytëzohet edhe për gjeneratat e ardhshme që vijnë pas tyre. Drejtoresh, të kthehemi tek regjistrimi i parë. A keni ndonjë numër paraforcisht sa ka kap shifrën deri tani gjatë regjistrimit të parë? Po, ne deri tani kemi mbi 82 nxënës që kanë apliku, po jo çdo secili plotson kushtet, meqense profilet e ekonomisë dhe të juridikut i kërkojnë kanë 60 pikë. Ne me kohë kemi bë kërkesë deri te Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të bëhet e mundur ulja e pikëve, që ato nxënës që kanë shpreh vullnet në ato drejtime të regjistrohen, të janë e mundur të regjistrohen. Asnjë vit nuk na kanë bë problem, do të thotë kur kemi sjell kërkesë për çdo nxënës veç e veç, na kanë miratuar dhe ato nxënës sot janë bankat shkollore. Uroj edhe këtë vit na pranohet kërkesa dhe këta nxënës aty ku e kanë dëshirën aty të regjistrohen. Profesoresh, jemi dëshmitar të kohës se viteve të fundit ka ulje të numrit të nxënësve, qoftë në shkollat fillore, qoftë në shkollat e mesme, kjo dhe si shkak i migracionit, por edhe si shkak i natalitetit. Të ju si është gjendja, si paraqitet gjendja me nxënësit? A rrezikohet ulja e numrit apo është numër konstant sikurse vitet e kaluara? Si e parashikni? Numri i vogël i nxënësve do të thotë veç dukshëm shihet dekadën e fundit, më tepër të migracionit, po edhe në numrit vogël të personave që jetojnë këtu, po te ne nuk u shfal ndonjë për shembull të mbyllet ndonjë paralele për shkak numrit vogël nxënësve, po këtu ku na ka ndihmuar edhe Ministria e Arsimit, ndoshta edhe me një numër pak më të vogël të nxënësve nuk na i kanë mbyll paralelet. Numri i nxënësve është qetësuese në nivel republikan. Kështu që ne shpresojmë që kjo është arsyeja ime që punoj fort e këta në një farë mënyrë nxënësve t'ja bëjmë të mundur se kushtet e mira, shkollimin e duhur, adekuat, se mundemi edhe pa emigru në Evropën mund ta kemi këtu në vendin tonë. Profesoresh, unë nuk kam tjetër të shtoj, por nëse kam harruar diçka të pyes lirisht mund të theksoni. Faleminderit për prezencën. Unë vetëm kisha një mesazh deri te fillorista dhe prindrit e tyre, tash në afatin e dytë, dyert e shkollës mesme komunale Peronakov janë të hapura, vendet lira kemi, kush është interesuar për drejtimet e shkollës që i kemi, lirisht mund t'i sjellin nxënësit, unë ju siguroj të gjithë aty në prindërve dhe nxënësve se do të ketë mësim me kualitet dhe fëmijët e tyre në të ardhmen do ta marrin një profesion që do t'i shërbej për punësim apo për vazhdimin e studimeve më tutje. Zoresh, faleminderit dhe sukses në të ardhmen. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar shikues, ishte pra kjo biseda me zëvendës drejtoreshën e shkollës së mesme komunale Peronakov, paralelet në gjuhën shqipe këtu në Kumanov. Shpresojmë se keni mbetur të kënaqur nga kjo bisedë e këndshme dhe informative sa i përket regjistrimit të nxënësve në shkollën e mesme. Neve ju dëshirojmë qaste të këndshme me programin tonë në vazhdim. Mirupafshim takimeve të radhës. Faleminderit shumë Fatlum, falenderojmë gjithashtu edhe profesoreshën e cila u bë pjesë e programit tonë duke folur mbi paralelën shqipe në shkollën Peronakov, gjithashtu edhe për regjistrimin e si vjetëm.